për të bërë vetë qeverin dhe as ish partive opozitare, në fakt. Mendoj që mënyra se si na jem ka sillmi, kem lëviz duket sikur një rezultat për pak kështu në të dy anët. Po na jem profesionista. Mënyra për ta sfiduar këtë rezultat. Për të asaj se çfarë thuhet në fushatat zgjedhore. Kush më kën ballafaqohet në fushatat zgjedhore. Kush më kën nuk dëshiron të takohet kurrë në fushatat zgjedhore. Kur njerëzit votojnë, edhe kur nuk na bie mirë, unë e di që ata e dojnë Kosovën mbi gjitha. Qartë. Nuk ka që s'm duan mua, apo Partinë Demokratike. Kur dikush voton për një subjekt të caktuar politik, ai reflekton një arsye më të madhe, një interes më të madh, një dashuri më të madhe për vendin, për te asaj, se më thonë, a merr mbështetje apo nuk merr mbështetje. Unë kështu kam pa kur ka fitu PDK-ja, kështu është shoh kur dhe PDK-ja është e dyta. Po për te kësaj, kur betejë e ballafaqimit të zgjedhor, të ideve, të koncepteve, të brutalitetit, përfundon në kuti të votimit, mendoj që prej 10 shkurtit, në një klasë politike duhet ulet, duhet bisedon, duhet bëj zgjidhje. Është absurde nëse Trumpi dhe Putini ulen e bisedojnë. Po. Në fakt, Memi shkoj në takim, u takuan Memi dhe Kurti. Edhe thirrën për ditëlindje. U takuan Krasniqi e Kurti, por nuk është që pati diçka serioze në drejtim të... Se nuk ka vullnet. Nuk ka vullnet. Nuk ka vullnet, se do të gjithë... Gjitha partit politike, po këtu mbi gjitha vetëvendosje, se përgjithësia kryesore është e tyne. Mbi gjitha është e tyne. Ata janë të partë. Ata janë të partë, i takon të parit. Dhe këtu duhet ta themi të qartë. Përgjithësia politike e VV-s ka qenë që ta krijon një klim të bashkëpunimit, të dialogut, nëse si kanë pas numrat, se si duan ta zgjidhen këtë krizë politike. Por të gjithë dhe mbi gjitha VV-ja ka llogarit me se çfarë ndodh në prillin e vitit të arshëm, kur zgjidhet presidenti, për cilën po ashtu ne nuk e kem të dët votat nevojshme. Prandaj ne jemi ka sillmi në rreth dhe jemi në një kohë më të rrezikshme dhe natyrisht nuk ka vëmendje ndërkombëtare ndaj Kosovës, po me këtë sjellje po tregojmë që nuk kem kapacitet politik, as intelektual, as moral për të shërbyer këtij vendit se si do duhet të shërbejmë. Unë për një vetën të tërpnuar ku po hina të sallë për herën e 35, 6, 7 dhe pyes vetën tham ku jam. Mirë se jemi keq me minutat në dispozicion. Farë në fund, pa Memli Krasniqi sërish kryetar i Partisë Demokratike dhe një mandat, pse nuk rivalizuat, pse nuk kundërkandiduat? Është gjatja e mandatit të kryetarit. Nuk është proces kështu i plot zgjedhor. Është gjatja e mandatit të kryetarit, do të ketë zgjedhje mas zgjedhjeve lokale, dhe madje mund të hapen krejt në letrat kush ka ambicie që të garon. Unë mendoj që demokracia ka nevojë që të ketë ballafaqim të personaliteteve, të ideve, të koncepteve. Jam i thari asaj që të ketë garë, që të ketë demokraci të mbrëmshme, por ne jem duke hyrë në zgjedhjet lokale dhe vendimi i Këshillit Drejtues dhe i konventës është që më mirë të jemi unik sa i takon zgjedhjeve lokale, me që kem pas kryetar komunar se kanë bërë një punë brillante dhe është me rëndësi që ta kem edhe Mitrovicën, edhe Frizarin, edhe Prizrenin, edhe Drenasin, edhe Skënderaj, edhe Vushtrinë, edhe Kaçanikun, edhe Hanën e Lezit, që edhe më tutje të qeverisën prej PDK-s, që të fitojmë komuna të reja, se sa të ketë një, si më thonë, nuk mund të ketë garë të mbrëmshme, kur jenë garë të jashtme. Tash është koha garës jashtme, kur është koha garës mbrëmshme, ka garë të mbrëmshme. Çau Prisni, a do të jenë zgjedhjet lokale ato që do ta shpëtojnë PDK-n nga drenicalizimi, si ta quajmë kështu, sepse një prej leximeve tona, përveç rezultatit të mirë në fakt, që mori në të mirë, të kënaqshëm në analizën tonë që e mori në zgjedhjet nacionale, dhe rezultatit shumë të mirë që e mori në zgjedhjet lokale të kaluara. Një prej gjërave që kemi lexuar ne është një lloj koncentrimi i grupit të deputetëve në Kadrenica.
A do të